Allah i madhruar thot në librin e tij, "O kul el haqqu min rabbikum", dhe thuaj, kjo është e vërteta nga Zoti juaj. Pra Kurani është e vërteta nga Zoti juaj. Islami është e vërteta nga Zoti juaj. Andaj kush të dëshiron le të besoj, dhe kush dëshiron le të mohoj. Ne kemi përgatitur për zullumçarët një zjarr i cili rrethon në të gjitha anët. Nëse kërkojnë ndihmë, do të ndihmohen me ujë të val, i cili i pjek fytyrat e tyre. Sa pije e keqe është ajo, edhe sa vend i keq është ai. Pra prej këtij ajeti mësojmë dy rregulla, një që ka të bëjmë këtë botë dhe një në botën tjetër. Se i përket kësaj bote, Zoti po thotë, kjo është e vërteta. Kush dëshiron le të besoj, kush dëshiron le të mohoj. Vazhdimisht do të përballen këto dy kontraste, dy antidota, besimin me mosbesimin. Gjithmonë do të ketë edhe asaj që besojnë, asaj që nuk besojnë. Çdo njeri ka lirinë e zgjedhjes që ja ka dhënë Zoti. Porse në botën tjetër nuk do të shpëtoj lehtë ai që e bën zgjedhjen e gabuar. Përkundrazi, për shkak të mohimit të vërtetës, mohimit të asaj që ka shpall Allahu profetët, do të dënohet. Do të dënohet, ai mohim do të shndrohet në zjarr në botën tjetër, i cili do ta rrethon në gjitha anët. Dhe dënimi që u përmend më herët. Prandaj ne themi kush dëshon besoj, kush dëshon le të mos besoj. Mirë po ta dini se çdo njeri prej jush është përgjegjës për zgjedhjen e tij.